Disa nga deputetët e parlamentit kanë marrë edhe mbrëm edhe sot kërcënime zoti kryeministër nga individ të ndryshëm për rrjetet sociale se do të varen në mal aty ku është demarkacioni, ku po bëhet demarkacioni nëse hedhin votën e tyre pro demarkacionit. A mendoni që kjo mund t'i frikojë deputetët dhe që ky proces i rëndësishëm për vendin të dështoj dhe ndoshta mund të çojë vendin edhe në zgjedhje? Unë mendoj se fare s'do të friksoj, sepse vetëm njerëz të ligë kërcënojnë. Trimat nuk kërcënojnë. Njerëz të ligë kërcënojnë, unë s'par jam shumë i bindur që ato kërcënime nuk janë bëj banorëve të Rogovës. Do të thotë janë për njerëzve të ligë që i shfrytëzojnë ato për qëllime të veta politike, edhe kërcënime të tilla me mbush prej Grandi deri te kuvendi këtu që kisha frigu, sepse nuk i frigom të vërtetës. Është problem që deputetët duhet mos me i frigu të vërtetës. Nëse deputet e shkelin të vërtetën, në emër të asaj që dikush po i kërcënon, atëherë ata kanë humbur rrugën edhe kanë humbur besimin e qytetarëve. Çdo ne duhet me asëru çka është e vërtetë. Sepse po të ishin ata trima që shkruajnë, ata ishin shkuar dhe kishin marrë tokën anej. Ata s'kan çka me kërcënu deputetëve tonë. Nëse ke tokë tonën, atëra tokë në pas malëzi, edhe nëse ke dokumente që është e jotja, atëherë kërkush mund të kërkuj me marrë atë tokë, vetëm se duhet me dëshmu që është tokë e tij.